Luciano Monchi kishte paralajmëruar vetëm pak ditë më parë se procesi Calciopoli do të merrte një kthes të papritur pas zbardhjes së një telefonate, dhe me sa duket kështu do të ndodhë. Të hënën në mbrëmje është zbardhur një telefonatë e përgjuar mes dizenjatorit të gjyqtarëve të futbollit italian në vitin 2004, Paolo Bergamo, si dhe gjyqtarit kryesor Pasquale Rodomonti. Eksaktësisht në 28 nëntor të vitit 2004, 3 orë para se Rodomonti të drejtonte takimin më të rëndësishëm të asaj jave në Serie A mes Interit dhe Juventusit. E gjithë kjo telefonat vinte pasi 2 ditë më parë. Bergamo kishte marrë një telefonatë edhe nga presidenti i Federatës Italiane të Futbollit Franco Carraro, i cili i kishte kërkuar dizenjatorit të gjyqtarëve Bergamo që të mos kishte polemika në ndeshjet e kampionatit të asaj jave, pasi një ditë më pas, në 29 nëntor të 2004-s, do të bëheshin zgjedhjet për postin e presidentit të Federatës Italiane. Por nëse në bisedën mes Carraros dhe Bergamos nuk kishte ndonjë gjë të dyshimt, ndryshe ndodhte në bisedën telefonike mes Bergamos dhe gjyqtarit Rodomonti, të cilit i kërkohet nga Bergamo që të favorizojë Interin në sfidën me Juventusin. Nëse ke ndonjë dyshim për këtë sfidë, mendo për skuadrën që është poshtë në klasifikim, sesa për atë që është përpara. Shprehje mes të tjerash, Bergamo duke lënë të nënkuptonte qartë ndihmën ndaj Interit, që ndodhej 15 pikë pas Juventusit në kampionat. Në këtë telefonat shokuese kuptohet qartë presioni që dizenjatori i gjyqtarëve në futbollin italian, Bergamo, i bën gjyqtarit Rodomonti duke i thënë se ai duhet i përgjigjet urdhërave, në mënyrë që të mos e çojë dëm të gjitha të arritje në karrierën e tij. Ndeshja Inter-Juventus e gjykuar nga Rodomonti përfundoi 2-2. Rodomonti e ndihmoi Interin në atë takim, duke mos i dhënë karton të kuq portierit të tij Toldo, që rrëzoi në zonë sulmuesin e Juventusit Zalazeta, duke akorduar vetëm 11 metësh.